Një nga çiftet më të komentuara vitet e fundit, kohëve të fundit është edhe Eroldi me Diolën. Përshëndetje. 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 Shumë bukur po dukesh. Faleminderit. Erolda, i ke bënë komplimente halo? Diole sa? Unë çdo ditë pe mëngjesit deri sot bina me flajt. Cili është Diolë komplimenti më i bukur që ta bën Eroldi? Mençurakja ime. E te këti? Gjithçka i them. Na është ajo më e bukur që të pëlqen ty. Janë krejt i pak komentojnë. personale. Çka ta në rregull më. Okej. Erold, me që jemi këtu në Tepion e Koç, si të shoh ty më kujtohet videofeste. A don me rikthy? Ai s'besoj. Ka kalu shumë vjet, është që tash ka ndryshuar rrethanat. Edhe entuziazmi jam është i pak, është që Po kemi nevojë për një event të tillë. që tash arri për 3 balle, shpresojmë që do të kemi vitin ashëm prapë, është që Okej. kënaqemi me balle. Nga jeta juaj, ç'është po shkon lidhja? Siç na shikon. Mrekulli. Shumë mirë. Na me xherën familjes diçka, plane, shtatzani, Diola dosti? Jo, nuk jam shtatzan, kemi fëmijë, mjetës nuk i dihet, por për momentin jo. Është në planet e juja? Nuk e dim, ta shohim. Okej. Me që je nutricioniste, këtë barkun e Eroldit, pse s'pe hek? Po kam edhe pak punë, megjithatë arsyeja kryesore pse se heq është se më pëlqen. Po. Do të thënë ti na e pshilla neve për me heq dhjam kilogram, ndërsa ty të pëlqejnë. Kushdo mund t'i heqë, unë nuk dua. Për Eroldin jo. Faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë.